Zoti Islami, një jurist nga Serbia pritet që t'i bashkohet grupeve shqiptare për të zgjidhur çështjet e stokut të dosjeve që rrinë në gjykata. Në këtë rast, ka qenë nevojshëm që një jurist nga Serbia të vijë që të ndihmoj grupet shqiptare për çështjet e dosjeve? Jo, zotëri, jo. E sjellin që t'i varros çështjet shqiptare, sepse në dosjet shqiptare ka dorë direkt Sali Berisa, ka dorë direkt Edi Rama, personalisht këta të dy janë penda e parmendës që tërheqin luftën dhe goditjen që i bëhet popullit shqiptar dhe kombi shqiptar në pushën në arenën ndërkombëtare dhe në politikën e brendshme. Pra, ai vjen këtu thjesht që t'u apozime këtyre si t'i groposin ato dosje, jo si t'i gjykojnë. Po mos ndoshta po i ndihmon sepse janë 150.000 dosje për t'i shqyrtuar. Jo, mos ka nevojë të vinë ande, jo. Kemë mira juristë në Shqipëri që vinë vërdall në për gjykata avokatës. Jo, nuk është aty puna, jo. Po pse merret nga Serbia atëherë? Po e merr vetë Edi Rama, e dërgojnë ata me urdhër. Dëgjoj, ata vinë, nuk e marrin atë. E dërgojnë Beogradi, do të merrin këtë dhe ky do vijë do merret me këtë punë. Ore, mos shikoni ato si përpatje ju. Shikoni çfarë bëhet në tavolinë. Dhe në tavolinë atë dërgojnë serbët me urdhër të posaçëm që ti shkatroj dosjet. Siç bën me atë kush ajo që e çuan në gjykat lart, mos gaboj për të parë dosje rrinin që nuk ishin gjykuar, pra e bëjnë për ta varrosur drejtsinë, jo për të bërë drejtësi, zotëri. Nuk ka drejtësi në Shqipëri me këtë klasë politike. Harrojeni. Do vim tek një element tjetër që është tmerrsisht i papranueshëm. Gjyqet që bëhen në dhomë këshillimi. Kam një rast që thot 3 herë gjyqtari u gjykuar kjo çështje, thot në dhomë këshillimi, thot 3 herë një gjyqtar, një çështje, e shtyt 3 herë me veten e tij. Çan këto mo? E kuptoni që s'ka drejtësi në Shqipëri dhe s'bëhet drejtësi në këtë mënyrë. Duhet përmbysur gjithçka. Ç'është bërë deri tani? Dhe të futen në sistemin e drejtësisë të gjithë juristët që kanë mbaruar jashtë shtetit. Ata mund ta bëjnë drejtësi në Shqipëri, jo këta që janë në funksionin e drejtësisë. Zoti Islami, një grup prokurorësh të SPAK-ut kanë qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku kanë marrë edhe ndihmën dhe këshillimet e nevojshme sa i përket goditjeve në nivelet e larta. Në këtë rast, a mendoni se SPAK-u do të bëjë goditje duke shkuar edhe tek vetë Edi Rama sa i përket dosjeve të nxehta dhe nga ana tjetër apo u jep vërtet Amerika një dorë SPAK-ut për të ecur përpara në reformën drejtësi, apo tashmë gjithçka është në duart e Edi Ramës dhe vepron Edi Rama se kush duhet goditë dhe kush jo? Amerika ka ngritur duart para Edi Ramës, që ta dish, ka ngritur duart. Po pse ka qenë fort është Edi Rama? Patjetër si fort Edi Rama, se ka pushtetin në dorë. E s'kan që bëjnë sa është pushtet. E para, e dyta, SPAK-u ato dosje që ka atje dhe të marrë të zjejë të pi lëngun, sa i nuk mëndon gjë me të fare. Absolutisht. Është Edi Rama i që komandon gjithçka. Në fakt është hebreu në zyrën e Edi Ramës, këshilltari i tij që komandon gjithçka në Shqipëri. Në fakt është Athina që urdhëron se çfarë do bëhet në Shqipëri. Është Beogradi që urdhëron. Dhe kështu që Amerika dhe të vi vërdall të merret me Netanyahu, të ndihmojë Netanyahu për të vrarë sa më shumë iranian dhe palestinez, pra ato është Amerika. Po, Zoti Islami, të ndalemi pikërisht tek një element që ju përmendët. Kjo quhet një reformë në drejtësi, e cila është mbështetur nga amerikanët me një zell të madh, po ashtu edhe nga Bashkimi Evropian, dhe ndërkohë afrohet një jurist nga Serbia për të dhënë ndihmë në shqyrtimin e dosjeve. Çfarë nuk shkon këtu? Çfarë nuk shkon? Ajo për mua. Pse nuk marrë një jurist gjerman? Që kemi kërkuar. Kemi kërkuar të vinë jurist gjerman këtu në Shqipëri. Jo, zotëri, jo, do vinë serbët. Do vinë serbët sepse ata janë me Edi Ramën dhe këtë lejon Amerika. Pse nuk vinë jurist amerikan? Po thresin ata të SPAK-ut atje, o thonë, hajde një këtu do bëni këtë, do bëni këtë. Ja 5-6 herë kanë vatur ata të SPAK-ut atje. Sa janë bërë, si shta njëri, e se hajde Sulejmani sa e bëri mik dhe qëni. SPAK-u në çdo një muaj, 2 muaj vete në Amerikë dhe çfarë bën asgjë. Vete edhe në bën xhiro. Kaq.
Po në këtë rast si e shikoni vijimin e reformës në drejtësi, a do të ketë vërtet SPAK-u të fuqi për të goditur Edi Ramën, duke qenë se ka disa ndosje të nxehta qoftë edhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Asnjë gjë nuk do bëj SPAK-u, por nuk do të Edi Rama. Pa urrëzuar Edi Rama nga politika, nuk bëhet asnjë gjë në Shqipëri. Mbajeni mend çu do mund. Sepse Edi Rama ka një mbështetje shumë të madhe në të tëra drejtimet nga Athina dhe nga Beogradi. Nuk rëzohet, nuk bëhet reformë drejtësi. Kë quajnë në reformë drejtësi? Që bën gjyqi në dhomën e Këshillimit, një gjyqtar merr vendime pa palë ndërgjyqje, pa që në çështje penale merr vendim në dhomën e Këshillimit pa prezencën e prokurorit e pa prezencën e avokatit. Çfarë drejtësi është kjo? Të dalë më një jurist e të më thotë është e drejtë kjo. S'ka. Pra mos kërkoni. Zoti Islami, presidenti amerikan ka propozuar një ish ushtarak dhe drejtues të operacioneve speciale të NATO-s dikur, siç është Eric Vent, për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. A mendoni se një ish ushtarak mund të vi dhe mund t'i bëj zap politikanët shqiptar? Si profesion e mendoj dhe e besoj, si person dhe si orientim dhe si urdhë që do marrë nuk e di. Jam skeptik. Ju si e mendoni rolin e Amerikës tani e tutje, duke qenë se Shqipëria po hyn në këtë lloj procesi të atill ku skandalet një pas njëshme shoqërojnë qeverisjen dhe nga ana tjetër asgjë nuk ndodh. Sa mirë thatë vetë, e mbyllët ju, përgjigjen time e dhatë ju, bëjnë shumë zhurmë për asgjë. Të bëjnë Amerikanë. Deri tani, rezultate nuk po shohim. Kanë dërguar dhe atë klounin që flet gjithnjë nga Sauku, që ai thot ditë për ditë, qytetarë shqiptarë thot, erdhi koha juaj, erdhi dita juaj, erdhi Gorrica juaj, erdhën krundet tuaja se gjithë s'ka ardhur. Zotëri, unë nëpërmjet ekranit tuaj u bëj thirrje diasporës shqiptare. Të dashur vëllezër dhe motra dhe djemtë dhe vajza që jeni në diasporë, ktheuni në Shqipëri, se Shqipëria po ikën, po shpërbëhet. Shqipërisë po i ndryshohet raca, Shqipërisë po i ndryshohet identiteti, Shqipërisë po i ndryshohet ADN-ja, duke sjell njerëz emigrant dhe çfarëdo lloj njerëz që vinë nga Azia dhe nga Afrika për të ndryshuar përbërjen demografike të shqiptarëve. Pas 20 vitës nuk do ketë më Shqipëri dhe kombë shqiptar, sepse do lindin fëmijët e atyre, kryshte e atyre që do vinë këtu do lindin, do shtohen ata dhe do bëhen faktor dhe nuk ketë që bën më atyre dhe nuk do ketë më Shqipëri. Ndaj bëni atë që bën dhe diaspora rumune që kthyen në Rumani dhe përmbysën rezultatin kriminal të zgjedhjeve që bëjë atëre si sistemi komunist. Ju lutem të dashur bashkëdhetar që jeni në diasporë, hajdeni, mos dëgjoni si thot ai papagalli Sauku që thot jo me luftë, jo me kryenitie, po me paqe do ta përmbysim. Jo zotëri, nuk përmbysin me paqe dhe me vota këta. Këta përmbysen me kryengritje të përgjithshme. Hajdeni ti përmbysim. Bashkë me ju dhe unë. Jemi Shqipëria në rrezik, ta dini. Mbajini mend të nderuar dhe të dashur vëllezër të emigracionit. Hajdeni se Shqipëria është në rrezik. Ne doni Shqipërinë. Në mos po rrini se mirë atje, lejeni prindërit të vdesin këtu, të dhënë kryma edhe të mos i marrë vesh njeri, edhe bëni qepin tuaj atje. Zoti Islami, si mendoni çfarë po bën Greqia poshtë tavolinës kundrejt Shqipërisë, duke qenë se shumë organizata janë shfaqur tashmë qof duke përfshirë edhe shqiptar brenda tyre, të cilat kanë reaktivizuar atë që quhet Vorjo e Pirë. E bëri Greqia, dërgoi atë eskortisten që ka dërguar Amerika, ambasadore në Atinë, dërgoi atë këtu me minifunda, na tregoi që kishte shalë të bukura, u puthe u përqafua dhe me kryeministrin shqiptar dhe bënde marrëveshjen për $6 miliardë për të ngrënë drejt e shqiptarëve, pasurinë e shqiptarëve, jashtë sigurisht shoqëria amerikane, fakti shoqëri greke, dhe është Gatojani dhe lobi grek në Amerikë që e komandon
çështjen që e udhëheq dhe e drejton dhe e mbështet kërkesën greke në Shqipëri. Patjetër që do ngrihen ato organizatat fashiste në Vorjo të shkruar të Vorjo Pirote, do ngrihet Mavia, do ngrihet janë shumë dhe me mbështetjen e Edi Ramës do vinë dhe do bëjnë çfarë do qefi atyre. Unë prandaj u bëj thirrje diasporës, shqiptarëve, burrave dhe djemve shqiptarë. Kthehuni se jemi në rrezik, u them dhe një herë prapë, në do në të ketë Shqipëri ndonjëherë. Ndryshe për 30 vjet nuk do ketë më Shqipëri në art. Do ketë një bashkimi, uniteti i racave, kombeve të ndryshme, i hibridëve të ndryshëm që do lindin në do rriten Shqipëri. Zot Islami, në këtë rast, a do arri Greqia që ta marrë detin në atë mënyrë se si po shkojnë gjërat? E ka marrë zotëri, e ka marrë, që tani po ta them unë, të marrë e ka. Po se e ka marrë, sepse s'kemi një marrëveshje që ta kemi parë. Të marrë e ka, po të them. Mos prit marrëveshje ti. Marrëveshje nuk bë, marrëveshja e 2009-s, u rrëzua nga gjykata kushtetuese, çfarë duan më tani, ka shkuar në Evropë. Në cilën Evropë? Në atë Evropë që na ndau në 5 pjesë, apo në atë Evropë që na dënoi në 46-ën për kanalin e Korfuzit, që në fakt e bën vetë anglezët, edhe dënuar Shqipërinë. Tek ajo Evropë, jo më zotëri, mos përgjigj nga Evropa. Evropa të ka dënuar me kohë me vdekje ty. Se je musliman, je shqiptar, nuk e duan as gjuhën, as fen shqiptare. Shikoj që janë jashtë Evropës. Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Turqi, Shqipëri. Këto shtete që kanë kombe dhe popullsi muslimane. Të tërë tjerë janë në Evropë. Bën mu, ne kemi sy të hapur. Ore, ne nuk kemi fuqi, po nuk kemi budallë. Hi syve mos na hedhin. Ta din ata, ta djej Gonzato ai, ta djej, ta dëgjoj.